Presidenti i SBA-s Donald Trump ka deklaruar se Washingtoni mund të kalojë nëpër kup sa të mbarojë konfliktin me Iranin, pas sqaruar nëse kjo ishte një referencë për veprime ushtarake kundër Ishullit. Duke folur për shtypin, Trump e quajti Kubën një vend të lashtë, duke kritikuar sundimin e gjatë nën Fidel Castro dhe duke pretenduar se kubano-amerikanët janë trajtuar shumë keq. Presidenti kubanez u përgjigj duke paralajmëruar kundër çdo përballje drejt për drejt, duke deklaruar se nuk do të kishte asnjë justifikim për një sulm të SBA-ve dhe se vendi është gati të mbrohet. Nga ana tjetër, zëvendës presidenti i SBA-s J.D. Vance ka akuzuar Iranin për terrorizëm ekonomik për shkak të bllokimit të ngushtisë së Hormuzit, duke shtuar se bllokada amerikane do të sigurojë që asnjë anije iraniane të mos dalë. E vetmja gjë që iranianët arritën të bënin, ata sigurisht nuk na mposhton ushtarakisht dhe forcat e tyre të armatosura u shkatruan, ishte të dështonin të mbizotëronin në aspektin e armëve ushtarake. Ajo që bën në vend të kësaj ishte të kryenin këtë akt terrorizëm ekonomik kundër gjithë botës, tha Vance gjatë një interviste. Zëvendës presidenti pranoi se çmimet e energjisë të dhimbshme në kontekstin e luftës në Iran nuk do të zgjasin përgjithmonë.